Një grua kishte 3 të dashur. 20 vjet më vonë, vajza e saj nuk dëshiron të martohet pa e ditur se kush ishte i ati. Frymëzuar nga muzikori Mamma Mia, Portokalli sjell versionin më të ri me titull O moj mami, ç'pas ki qenë. Një ëndër kam të vënas, por s'kam baba për në altar. Kush do t'jetë ai ban, akoma nuk e di, sepse 3 të dashur mamaja ime kish. Në atë mosh njeriu bën gabime, dhe nëna ime ka qenë një çik që flije, por unë do ta gjej kush është babai im. Jeni ju të tre, me lesh të bardhë në kokë, por veç kli këtu. Unë quhem Sofi, dhe ngjaj me ty nga balli, a mos vallje ti. Kam qënë kinga curel si rifare, ti ngjan më shumë nga ky. Kam qënë gej gjithë e din që nga ky. S'maj më t'fare. Kë vërtet është ma, kemi ngel si pa, kush ka vajzën e ka vaj. Kë vërtet është ma, kemi ngel si pa, këtë vajzën kush e do. Më vjen shumë keq, kjo nuk është vajta ime. Ase imja, unë jam gej të gjithë e din. Që ti e gej kjo po kuptohet, po unë nuk mbaj mend fare. Atëre, Ore, kush është baba im njerë? e ti që të bëjmë? Pyesim Donën se ai qelbësira i ngatron këto gjëra. Dona! Shpirti mamit, zemra mamit. Shpirti mamit, zemra mamit. Sa e bukur që më qënë ke bërë sot të vdek të mami për ty. Ua, po këto 3 jaranët, kush i solli këtu? I kam sjell unë, mama. Po, do më tregosh tani kush është baba im apo jo? Shpirti mamit, rëndësi ka që baba yt është një nga këto të 3. Si mo një nga këto të 3, më le pa martuar. Rëndësi ka që baba yt është një nga këto të 3, sepse unë nuk e mbaj mend kush është baba yt, se kam qenë tap. Shpejt tani më trego me këmë ke zën, e vetmja gjë që mbaj mend ka qenë atë me hën. Kujtoje tani që në altar të shkoj baba i vërtet, të më shoqëroj se një herë martohet njeriu në jetë. Jetë dalë vetë mos ta zgjedhun, unë për vete po vdes për një burë. Mamma mia, ç'është ky siklet, mos një njeriu vajzë në vetë. Mamma mia, vërja gishtin ti, ndaje, kush është babi im? Ose vrit mendjen fare, jetën përpara e kem. Priti, do martohem unë e para. Mamma mia, e para natyrisht, s'ka ngel, nuk ka ngel aras babisht. S'kam prezentuar asnjëherë si pjesëtar i një musicali. Ju pëlqeu muzikali? Po, Dua Trokitja shkon për trupën e baletit tonë dhe për aktorët.